إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdërimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën 10 ditëshi i fundit i muajit të bekuar të Ramazanit. Vëllezër të dashur, nga dita e djeshme ne më veç jemi në 10 ditëshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj me veçori të veçanta, në të cilin Allahu mëshirën, begatin, faljen e lëshon më shumë se në çdo muaj tjetër. Vëllezër të dashur, pejgamberi alayhi salam padyshim është shembulltyra jonë. Atë kemi model jete. Ndërsa ai në Ramazan i shfrytëzonte ditët e tija, sidomos netët e tija me adhurim dhe lutje. Ndërsa kur vinte 10 ditëshi i fundit i Ramazanit, ai adhuronte Allahun dhe luteshte jo në pjesë të ditës, sidomos natës, se netët në Ramazan janë më të vlefshme se ditët. Po ai në 10 ditëshin e fundit, shumicën e natës. Pra, në 20 ditëshin një pjesë të natës. A në 10 ditëshin e fundit, shumicën e natës e kalonte në adhurim edhe në lutje Allahun xhelleshanuhu, dhe me diçka të tillë ai e këshillonte familjen e tij dhe i këshillonte besimtarët. Në një hadith pejgamberi sa më thotë kështu: "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr", kur hyshin 10 ditët, çfarë bënte? "Shadda mi'zarahu", e shtrëngonte rrypin e tij, pra rriste për kushtimin, wa ahya lejlehu, e gjallëronte natën me adhurime dhe lutje, wa ejkath ehlehu, në këtë 10 ditësh, jo vetëm për vete, po shkonte e zgjonte edhe familjen e tij nga gjumi, që edhe ata të e shoqëronin atë dhe të veçonin pjesën më të madhe të natës në adhurim ndaj Allahut të lartësuar. Pra, duke u bazuar në këtë tekst sheriatik dhe në shumë tekste tjera të sheriatit, edhe ne duhet që ditët e mbetura, sidomos netët e mbetura, të shfrytëzojmë në maksimum në adhurim dhe lutje Allahun xhelleshanuhu, sepse këto kanë veçori dhe specifika edhe më të mëdhaja nga ditët tjera. Cilët janë ata specifika që nëpërmes tyre ne kur do t'i mësojmë sot, i dim, do t'i përkujtojmë, edhe më shumë do të arrisim për kushtimin siç e bëri Muhamedi dhe besimtarët musliman në përgjithësi. Nga ajo e veçantë është që pejgamberi alayhis salam tham përpiqej edhe më shumë në këtë 10 ditësh. Po ashtu itikafi. Në 10 ditëshin e fundit, pejgamberi sa bënte edhe itikaf. Çfarë është itikaf? Mbyllje në xhami për 24 orë, duke ndenjur në xhami vetëm që të veçohet me adhurim Allahun xhelleshanuhu dhe lutje atë. Shfrytëzimi i kohës. Pra, kjo është e veçantë që na tregon Muhamedi alayhis salam. Ndërsa kurora e veçorive, ju lutem, kjo është kurora e veçorive, është se në këtë 10 ditësh është edhe nata e Kadrit, e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Jo 1000,
më e vlefshme se 1000 muaj është në këtë 10 ditësh, sidomos në netët tek të këtij 10 ditëshi të fundit. Për atë, vëllezër të dashur, nëse ne i shtojmë ibadetet, lutjet, adhurimet tona, me siguri do ta kapim natën e Kadrit, më së pakti do të marrim shpërblim nga ajo vepër sikur atë vepër, folim më së pakti, sikur atë vepër ta kemi realizuar dhe atë lutje ta kemi realizuar për 83 vjet. Kjo është në këtë 10 ditësh. Vërtet, tash është koha për përpjekje dhe sakrificë në adhurime dhe lutje. Lusë Allahun Gjellëshanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë, o Zot, bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët përpiqen në të 10 ditësh me adhurime dhe lutje dhe në fund të këtij 10 ditëshi regjistrohen në librin tënd të dashurve tuaj. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwa at-tawwabur rahim.